Zekati, ashtu siç është namazi I rëndësishëm, është edhe zekati. Në shumë ajete kur e ka përmend Allah subhanahu wa taala namazin, ka thonë qimus sala wa atuz zakat. Për njerëja ka bashkangjit zekatin. Plot njerëz, plot musliman, kur të vjen tek çështja e zekatit, kanë probleme. Fal namaz, mirë po punën e zekatit e ka problem. Pse se duhet me dhon para, po një herë në vit. Kur ta kthyesh 2.5%, subhanallah. Para më në për shembull për 100.000 euro nëse I ki, sa kemi dhon? Jo 25.000 euro, 2.500 euro. Në vjet, subhanallah. Që ky 2.500 euro ta mbron ty pasuni në një. E dyta, që kjo bëhet sebeb pasuria jote me pas bereqet. A disa ka rëndësi bereqeti? Secili prej nesh e din. Qysh të vjen nëse është pa bereqet, shkon subhanallah. Me 1.000 euro mujnë më ardh, shkojnë pa bereqet. Mirë po, ka raste caktuare dikush një shumë caktuare ka, jo shumë, mirë po jeton shumë mirë subhanallah. Për atë arsye na duhet me bëu dua, o Allah, na mundso me pas bereqet. Na mundso me pas bereqet në pasurinë tonë edhe normalisht halal. Ndër halal apo ndër urdhrat që Allah subhanahu wa taala I ka obliguar është edhe zekati. Nga ana gjuhësore, zekat do më thonë rritje, shtim, pastrim edhe pastërti, subhanallah. Para më dha, rritje. Ti po jep, po do më thonë Allah po ta rriti. Në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Nuk po të lyp shumë Allah azza wa jall. A kish mujt Allah azza wa jall me të thonë 90% të pasurisë jep zekat, kish mujt. E drejta e tij është, apo? Mirë po s'ka bo pa drejtësi. 2.5% I kanë da. Subhanallah, ti shkon në Gjermani, e merr rrogën 4.000 euro, 1.500 euro ti merr. A ti merr 1.500 euro? Tatimet ti merr vëlla. 35% deri në 38 apo 40% rrogës bruto neto që është, apo? Po ti merr. Po s'po kisha më bo. Po shkon me punu atje. Sa po të Allah? 2.5%. 2.5%. Edhe pe pastron pasunin, po dalish faqe bar për Allah subhanahu wa taala.